Vazhdojnë ta marrin shtetin peng, zotit Kurti ndroje kandidatën. Nëse mendon shkurt rreth 1 milion qytetarë të Kosovës, duke përfshirë diasporën, kanë treguar vërtet një nivel të lartë pjekurisë me pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet parlamentare. Ajo që ka po bën Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosur si partia e parë që ka ndalë në këto zgjedhje është e kundërta e kësaj, sepse po vazhdojnë ta marrin shtetin peng për hir të Albulena Haxhiut, për cilën po ngulin këmbë që tjetë kryetare kuvendit, pa çka që tashmë secili qytetar në Kosovë din që ajo se ka mbështetjen, se ka votat dhe s'ka shumicën parlamentare. Vërtet është përkeqardhje ky tentim fshehje prapas skemave kundër ligjore, kundër kushtetuese, përmes kinse komisionit për një votim të fshehur që është, siç e dim tashmë gjithë, i paligjshëm, me qenë se procesi i votimit tashmë ka filluar. Por situata është kjo që është dhe duket se ato që kam thënë edhe më herët se Albulena Haxhiu për Albin Kurtin është merë nësysh nëse rreth 1 milion qytetarë të Kosovës tashmë është fakt i dëshmuar. Ka shumë shtete që i kanë bërë zgjedhjet e do t'i bëjnë zgjedhjet gjatë këtyre ditëve dhe ndoshta ata edhe do t'i themelojnë institucionet e tyre, por me këtë qasje, me këtë arbitraritet, ne do të mbesim pa institucione, sepse një gjë është evidente. Albin Kurti nuk i ka numrat për të bërë kryeministër dhe një herë, andaj për të mos ardhur deri aty, po na mban peng gjithë neve bashkë si qytetar, si deputet, si institucione këtu në kuvendin e Kosovës çdo 2 ditë, duke e përsëritur të njëjtin skenar me rezultatin e njëjtë. Këtë kemi dëshmuar deri tash, për këtë po bëj ftesë edhe një herë sot zotit Kurti ndroje kandidatën, sille sot masdite një kandidat ose një kandidate që ti e din që e ka lënë 61 voçin edhe të hecin përpara tutjen në afatet kushtetuese.